dëgjimin ton ndaj Zotit që e ka diçka për ne. Bajnë që si gjithmonë, ju lutja përkushtuar në adhurim, jemi në praninë e Zotit, ai na as mes nesh, i thirrur nga dëshira që ne kemi, për nevojë që kemi ne për të, por nga dëshirë që ai ka për na takuar ne. Çdo prej nesh në atë situatë në të cili gjende në këtë moment. Çojnë në këmbë. Lavdi o Zot, jemi tu në pranin tënde, në këtë ditë që kemi rezervuar për një takim me ti, e që ti ke satuar në jetën tonë, për të afruar neve, ban që ndjejmë fort pranin tënde në zemër. Ai në kesh gjedhur në mes në morimal njerëzish, që du të vajnë në vërtet në zenës e ti, sepse zenës janë ata që ta dëgjojnë, që dëgjojnë fjalën tënde e nga kjo dëgjim fillojnë me provuar dashurinë ndaj teje, me provuar dashurinë për çka ti për jetën tonë, për çka ti ne ofron vazhdimisht. Edhe kur ne disa herë tërhiqemi, devjojnë prap, vrapojnë e mas pushojnë, ndezën nga entuziazëm e mas kalojnë në përtasi. Ashtu jemi, o Zot, e ti e di. Por ti nuk shkura jo e kur për me rifiluar me ecë me ne. Ta therasin mes nesh për me vazhduar të ecje, për me refiluar e një herë, për me qunë e këmbë, e me vrapuar drejt pashka që ti ke përgatitur në këtë vit për ne, pashka ringjalljes, pashka e jetës, pashka e një lurate që ripërsërihet për Shpirtin Shenjtë.
na ripagzon edhe një herë, o Zot, në këtë shpirt zjarri e dashurisë, që do të fitojnë një shpirt autentik apostulimi, si ka zgjedhur ata dishipuj për me qenë apostull, do me thanë të ndërguarit, në ndërgojën e neve, sepse duke esur në këtë mision, atëherë në vërtet kemi mundësi për me rritë në besimin, në kuptimin për çka ti je për ne, e çka ti ke ba për ne. Të falenderoj o Zot për të tryezë pasur e ushqim shpirtëror që na ke përgatitur edhe në këtë mëngjes. Të lëvdoj me Zot Jesus, të lëvdoj me t'adhuroj. O Zot Jesus, po të ndjekim rrugën tënde, po të ndjekim rrugën tënde. Lirisht kemi mundësi për me lutur, për me hapë gojen e për me shpalur që kemi në zemër para Zotit së bashku me vlezërit. Mos keni frikë me merë pjesë në mënyrë aktive në lutje. Lutja nuk është diçka vështirë, është vetëm me na dorëzuar para Zotit pa frikë, pa turp.
të bekojmë, o Zot, se në pranin tënde kemi mundësi me fillu rishtas. Ashtu si na ki kujtu mra me fjallën tënde, me fillua një ecje për sëri, më të bukur, më të vërtet, më të thellë. E kjo bëhet e mundur sepse jetia i që na mrejnë aty ku jemi, aty ku kem përfunduar për zgjedhjet tona, për mënyrën e kuptimit tonë. E të bekoj se je bariu i mirë, që i dele kërkon atë që ka hup. Të falendoj për ngjalljen tënde, ku shfaqesh në situatat tona. E ne për dhe njëherë një jetë të re, një fuqi të re, na e kujton dashnin tënde, na ripërtrin shpirtin me energji të reja, me faljen tënde, me mëshirën tënde. E të bekoj o Zot se është e mundur me bëni përvoje, më ripërtri sa herë që jem pranin tënde, sikur sot, e si çdo herë që i vëna në pranin tënde. Hape zemrën tonë, hape zemrën tëmë, o Zot, që të takojmë në fjallën tënde, në shpirtin tënd, në mbledhjet vllaznore, në lutjen e përbashkët. Të bekoj e të adhuroj, o Zot, si i vërtet. E sa herë që të njohim, mahnit na pri asaj që ka ti na zbulon, o Zot. Se je gjithmonë ma shumë se sa të njohim. Gjithmonë ma shumë se sa ke mësu për ty. Je gjithmonë për tej. Gjithmonë ma shumë. Gjithmonë mahnit. Gjithmonë ta fiton zemrën. Të bekoj, o Zot, se edhe sot je i njëjti. Zot i dashur, Zot që i befason me dashnin tënde, veçanërisht në ato situata ku ne dështojmë. Të lëvdoj me të adhuroj, o Zot Jezus. Të lëvdoj me të adhuroj, o Zot Jezus. Duke rifiluar ecjen tonë në seminarin, edhe një herë të lutemi, o Zot, që ti fiton mbi pengesat tona, mbi rezistencë kemi brenda, mbi çdo forme e mbyrjes që bën që nuk kemi akoma gati për me hapur plotësisht zemre, mendje, edhe gojë, për me komunikua me zet e lartë, sa rëndësishme je për ne. Se duke dëgjuar fjalën tënde, ne mësojmë me folur me ti e për ty. Na jepe të guzime, o Zot, sepse vetëm me guzuar, se bashku me ti do të dalim. O Zot, po thrasim shpirtin tënd, që shpirti yt të kryejë në zemrat tona atë që dobësitë tona nuk arrin. I kemi nevojë të i dorëzohemi pranisë sate, veprimit të shpirtit tënd. Pse atëherë bëjmë një përvojë ndryshe me vetveten edhe me ty. Kemi nevojë për shpirtin tënd që ripërtrin edhe lutjen, që ripërtrin dëshirën për me kanë praninë tënde, që ripërtrin dëshirën për me dëgju fjalën tënde, që hap zemrën tonë për fjalën tënde. Dërgoje këtë shpirt që na bën me i tekalua forcat tona e me kanë me shpirt aty ku ti don. Eja shpirti shenjtë i Zotit në zemrat tona, përgatiti zemrat tona për praninë tënde, për dhuratat e tua, për njohjen që ti na jep
edhe më të thellë se ajo që kemi pas. Eja përgatiti zemrat tona. Po e thrasim pranin tënde, o Zot. Kjo është eja që ty të pëlqen. E thrasim me thirrsi, me besim. Tu e ditë se jetje që ke dëshirë më të madhe se na për më ardhë zemrat tona. E kësaj dëshire, kësaj dashnie, këtij vullneti, po i dorëzohemi. E besojmë se ti na don më shumë se sa të duam na. E dëshiron në zemrat, me ardhë në zemrat tona shumë më tepër se sa të thrasim. Por tu e ditë, o Zot, këtë gjë, na shtohet dëshira për ty. Na shtohet dëshira për i dashnisë sate. Eja në zemrat tona. Eja në veshë tonë, eja në sytë tonë, eja në trupin tonë, eja në zemrën tonë. Me thrasim pranit tënde, eja o Zot. Me thrasim pranit tënde, Spirit vine. Eja ngushëllues, dhuro pace ujtri, ujgja dashurie, zemrën tonë ta japim ty. Eja Shpirti Shenjt, eja Shpirti Shenjt, eja Spirit vine. Eja Shpirti Shenjt, eja Shpirti Shenjt, eja Spirit vine. Eja vine. Maranatha. Eja vine. Shpirti Shenjt, eja Shpirti Shenjt, eja Spirit vine. Eja Shpirti Shenjt, eja Shpirti Shenjt, eja Spirit vine. Eja Spirit vine. Me thrasim pranin tënde, eja o Zot. Me thrasim pranin tënde, Spirit vine. Eja dritë e zemrës, dhuro forcës e kri. Zjarri nga dashurie, jetën tonë ta japim ty. Eja Shpirti Shenjt, eja Shpirti Shenjt, eja Spirit vine. Eja Shpirti Shenjt, eja Shpirti Shenjt, eja Spirit vine. Eja vine. Maranatha. Eja vine. Shpirti Shenjt, eja Shpirti Shenjt, eja Spirit vine. Eja Shpirti Shenjt, eja Shpirti Shenjt, eja Spirit vine. Eja Spirit vine. Ulemi. E kalojnë tani ne momenti i tretë e dëgjimi, dy kemi ba dije, e kemi katekeze tretë, kuriosore, që na propozon Mondi, që ka përgatitur duke avancuar në këtë dinamizëm që na vjen prej Zotit, për me përgatitë jetën tonë për një pranim. E për me kalua gradualistë, me pa si kemi për me përgjigje, si as përgjigja jonë. Kjo është do Krishti.
rënditjen e temave që kemi përgatitur bashkë me Padre Flavion. Sot do të flasim për thirrjen për jetën e re ose për kthimin e zemrës, më saktë. Edhe kemi zgjedhur një tekst të Veprave të Apostujve, ku Pjetri, pas brazës së Shpirtit Shenjtë, bën atë kerigmen, shpalljen kryesore të fesë. Edhe ndoshta si rrallë tekstet e tjera, kjo ka një veçanti, kjo shpallje. E veçantia është kjo. Pjetri shpall, edhe shpallja e tij më rrin në zemra, e gjen pranim. E kjo është ajo që dëshiron Zoti me bë. E që nuk nol gjithmonë. Sa herë shpallet fjala, nuk do të thotë edhe pse fjala është me të gjitha të mirat e Zotit, fjala e Zotit që sjell shpëtim, nuk do të thotë se gjithmonë ajo pranohet. E për këtë arsye thash si rrallë tekstet e tjera, nuk është i vetmi normalisht. Pjetri shpall edhe jo fjalë bin në zemra. Si që shifni edhe tek teksti, a thot, kur i dëgjuan këto fjalë o tronditën në zemër. Para se të filloj me thellu pak më tepër çfarë do të thotë me u trondit në zemër, do të dëshiroja për me të heq vëmendjen edhe për më përqendru pak të ajo që edhe Papa Francesco me enciklikën e fundit, Dilexit Nos ka bë. Është një jetë e gjatë që ka bërë Shpirti i Shenjtë faktikisht. Papa Francesco në një moment thotë të kthehemi te zemra. E është edhe Shpirti i Shenjtë ose veprimi i Shpirtit të Shenjtë bën pikërisht këtë gjë. E kthen vëmendjen tek brendësia jonë, tek zemra jonë. E sigurisht mbasi jo ka rastisme një gjuhë se çka është si kuptohet zemra në kuptimin biblik, unë po jo tham që ta kemi pranishme gjatë katekezës. Në Bibël, sipas disa biblistëve, zemra tregon brendësinë e personit, mendjen, shpirtin, ndërgjegjen e mbi të gjitha lirinë me të cilën vendos mbi vetveten, përcakton vetveten, duke orientuar drejt një qëllimi të caktuar inteligjencën, afektivitetin dhe ndjeshmërinë e tij. Papa me një fjalë tjetër thotë, unë jam zemra ime, në kuptimin që zemra e përcakton e identifikon personin. Gjithnjë Papa Francesco thotë në enciklikën e fundit, në këtë botë likuide. Nuk po hi me interpretu që është bota likuide, sepse është interesant edhe të kuptojmë faktikisht, po bota likuide është si me dasht me arrit qëllimet e jetësate, lumturinë e jetësate, po është si me kënë t'i kap një grësht me ujë. Qatë met në grësht kur kap pak ujë. E kjo është bota likuide me atë që të propozon. Është nevojshme të flasim sërisht për zemrën. Në shoqërinë e sotme, qenja njerëzore rrezikon të humbas qendrën e vetvetes. Njeriu bashkohor në të vërtetë shpesh gjendet i trullosur, i ndarë, po thuajse pa një parim të brendshëm që krijon njësim. E zemra në vetveti krijon unitet të personit, që krijon harmoni në qenjen e në të vepruarit e tij. Modelet të sjelljes fatkeqësisht shumë të përhapura e të projnë nga një anë me dimensionin racional teknik e nga ana tjetër me atë instinktual. Asnjëna as tjetra nuk e ka atë zemër, atë brendësi. Në vijim të kësaj, ose në këtë drejtim edhe Koncili Vatikani II me Kushtetutën Gaudium et Spes kishte thënë se çekuilibrat nga të cilët vuan bota bashkohore, edhe ne, se ne marrim pjesë në këtë botë, gjithë secili prej nesh, janë të lidhura me atë çekuilibër më të thellë që është i rrënjosur në zemrën e njeriut. Përballë tragedive të botës, Koncili na fton që t'i kthehemi zemrës. Duke shpjeguar se qenia njerëzore në brendësinë e vet e ta i kalon universin e gjanave, trashende. Është ndër ato perlat e pohimeve të Vatikanit II,
e te kalon universin e gjanave. Se njeriu në brendësinë e vet, siç e thot më mas, aty gjen hyn që ashtu e prit. Dhe më thënë në brendësinë e vet ka mundësi me te kaluar veten drejt një dimensioni hynar. Në ato thellësi ai kthehet kur hyn në vetvete. Aty ku e pret, ai hyj që shërton zemrat. Aty ku nën shikimin e tij njeriu vendos për fatin e vet. Sa pohimet bukura. Dhe më thanë, me u fut në zemër aty ku njeriu e ka përcen universin e gjanave, e aty shohim se është një hyj që na pret. Kur po lexoj këtë më kujtua edhe i fragmenti i Ungjillit të Gjonit, Jezusi që është tek pusi, edhe Samaritania gjen aty. Kur kthehemi në brendësinë tonë, gjejmë një hyj që na pret. E neve përpiqemi shpeshherë me dhënë kuptim jetës sonë nga ana jashtme, por faktikisht atë që me të vërtetë dëshirojmë në zemrën tonë, me jetën tonë e gjejmë pikërisht aty në zemër. Faktikisht shumë afër. Jo larg. Si thot një vend shkrimi i shenjtë, fjalën e Zotit e ke afër, s'ke nevojë të ka përcesh detin për me shku me marr. E ke aty. E Zoti është në thellësinë tonë, shumë afër nesh. E zemra gjithashtu është edhe ajo instancë ku i njohim gjanat, thot Papa Francesku, në mënyrë më të thellë e mënyrë më të plotë. Mirë po pyetja është, si të arrijmë të njohim e të marrim vendime në këtë shikim të Zotit që na kujton teksti i Vatikanit II. Si i arrijmë atij momenti ku ne me të vërtetë njohim në shikimin e hyjt, njohim prej një marrëdhënie me Zotin me zemër në zemër, si thoshte Henry Newman. Si arrijmë aty ku marrim vendime për jetën tonë nën shikimin e tij. Është shumë e bukur ajo që gjithnjë në enciklikën Dilexit Nos, Papa Francesco thot në lidhje me njohjen e zemrës, çfarë duhet ndodhi që të njohim me zemër. Për Heidegger, thot Papa, sipas interpretimit të një mendimtari bashkëkohor, filozofia nuk fillon me një koncept të kulluar ose me një premisë të sigurt, por me një shkundje afektive, me një shkundje ndjenjësore. Të menduarit duhet të shkundet nga ana afektive para se të punohet me konceptet. Të menduarit nuk mund të nisë pa një emocion të thellë, pa u mahnitur. E gjëja e parë që të bën të mendosh e të pyesësh është emocioni i thellë. Kjo është në planin e mendimit filozofik, po do të shohim edhe në planin e marrëdhënies me Zotin. Edhe Bonaventura thoshte që me kohë nuk duhet pyetur drita, por duhet pyetur zjarri, në kuptimin me marrë dijen prej asaj zemre që është e ngrohur prej dashurisë së Zotit. Aty do t'i gjesh pyetjet tuaja. Thot, filozofia përftohet gjithmonë prej një gjendjeje shpirtërore themelore. Është ky koncepti i Heidegger, stimund. Është një gjendje që hap një dritare të re kuptimi, duke na bërë të ndërgjegjshëm për diçka që deri atëherë nuk e kishim pa ashtu. Po, si mund të ndodhi kjo shkundja e zemrës, po themi, në nivelin e marrëdhënies me Zotin, në nivelin teologjik? Emblematike, shumë e veçantë është një përvojë e Jezusit me Pietrin. Nuk është e vetmja, normalisht, se faktikisht edhe kjo që kemi zgjell si pikë referuese u tronditën zemër tregon pikërisht këtë shkundje afektive. Por në një marrëdhënie shumë të veçantë tregohet edhe në një moment të caktuar ndërmjet Jezusit e Pietrit. Ju e keni parasysh momentin kur Pietri, që e kishte ndjek Jezusin, ma përpara kishte thënë se nuk
do të braktisë, nuk do të mohoj, do të jap jetën time e tjera si këto. Edhe në një moment të caktuar kur një gru, kur Jezusin e kishin arrestu, i thot, po a je edhe ti një prej tyne? Edhe Pietri, si që dim, thot nuk e njoh këtë. Thot teksti, në këtë moment kur Pietri ka thënë nuk e njoh, zotëria u kthye, ja lëshoi sytë Pietrit. Zotëria u kthye. Ne sot flasim për kthimin e zemrës, por faktikisht nuk do të ishte i mundur ky kthim pa kanë dikush që është kthyer më përpara nga ne. E është kthimi i Jezusit ka Pietri. E ky kthim nuk është kënë ashtu rastësor. Don Vitori thamram se Jezusi është ai barimi i mirë që i tronditun, dele dhe kërkon delën e hupun. E Jezusi e ka kërku Pietrin në këtë moment me shikim. Nuk ka pas nevojë me dalë me ecë shumë, sepse kanë qenë aty. Po Jezusi qëllimisht, imagjino, Jezusi në një moment ku ai është të pësu atë vështërsinë e atij momenti, sepse e kanë kap, do ta kryqëzojnë, do ta mundojnë, kryqëzojnë, do vdesim. Por në një moment të tillë, dhe kjo është ajo fuqia e madhe e dashurisë së Zotit, në një moment të tillë Jezusi kthehet ka Pietri, e ja ka lëshu syt, e i ka ngulit syt e tij mbi te. Pietri të ra nërmend fjala e Zotnisë. Është interesant kjo. Pietri, në këtë shikim të Jezusit, ka kujtu eksperiencet e ma përpashme me Jezusin, eksperiencet bukura. Dhe më thonë, është një shikim që bartë memoria brenda. E memoria në kuptimin biblik është shumë e thellë, sepse mrend ka të gjitha ato vepra të Zotit ku nuk kujtohen thjesht me mendje, por memoria në kuptimin biblik tregon një ngjarje shpëtimtare që vazhdon me kënë e tillë dhe në atë moment që ti e kujton, është një pjesëmarrje, nuk është thjesht një kujtim. Është një pjesëmarrje. E me atë shikim të Jezusit që ja ka kthyer memorien Pietrit, Pietri është të e ripërtri edhe një herë fejë në marrëdhënien e vetë me te, ashtu si më përpara. Është një shikim që nuk ka qenë shikim gjykues, sepse ne e njohim gjuhën e trupit. Me një shikim mund të edhe të vras, por me një shikim edhe mund të dua, mund të përkthel, mund të jam korajo. E imagjinoni Jezusi në atë moment aq dramatik të jetës së vet, mendon për mikun e vet, i cili është urrëzu, e është urrëzu. Imagjinoni për një moment të tillë ku Jezusi i tradhtuam pikërisht për atij, se tradhtia është pavarësisht se është kthy mas, kur i ka thonë nuk të njoh, është i aftë për mja hell shikimin e vet të dashtun përsëri mbi te. E ndërsa po meditoja mbi këtë pjesë, më kujtua një fragment tjetër i Biblës që është te kapitulli 16 i librit të Ezekielit profet, kur Zoti thot kalova përbri rrugës, i drejtohet popullit të vet, e thot të gjeta ashtu, të braktisun në gjakun tënd, e të thash jeto. Ka një ngjashmëri të madhe nga ana e përvojës shpirtërore ndërmjet atij momentit të përvojave të beslidhjes së vjetër, ku Zoti gjithmonë është treguar i dashtën e mëshirshëm, edhe me këtë moment të Pietrit, ku Pietri është të përjetuar atë mëshirë. Edhe libri i Ezekielit profet thot të thash jeto, edhe e holla mbi ty mantelin tim, edhe ti u bane imja. Normalisht, në këtë përvojë të Pietrit nuk kemi të bëjmë me një mantel, por kemi të bëjmë me një shikim që ka efektin e një mantelit. Mantelin, veslin e vjetër, ka shumë domethënie të ndryshme. Më i pari, mund themi, është pikërisht ai i tregimit të mëshirës. Libri i Ezekielit profet thot, e holla mbi ty mantelin tim, është shenjë e mëshirës me cilin Zoti e vesh personin, popullin. Jezusi, kur e ka shiku Pietrin,
nuk e ka vra me atë shikim, por, si më thanë, e ka vesh. E ka shiku me një shikim që e vesh. Kjo është përvoja faktikisht që nëllë gjithmonë me hyjnë kur ne kthehemi. Shëmbëltyre djalit e humën, kur djali humën kthehet, thotë vish një rrobat më të mira. E që të më thanë më vesh me mantelin e Zotit, do të thotë të veshesh me mëshirën e ti, do të thotë të veshesh me autoritetin e ti, të veshesh me misionin e ti. Janë të gjitha këto terme që po them kanë referencat e veta biblike, faktikisht, por nuk puzat të me i përmend, por të veshesh me mantel, ju kujtoni për shembull Elizeun, Elin që e hell mantelin e vet mbi Eliseun, është një shaj se po kalon një mision profetik. Manteli është edhe propozimi i dashurisë. Kujtoni eksperiencën e Rutës me Bozin, ku manteli është shaj edhe propozimit martesor. Ashtu si thotë edhe Ezekieli profet, e holla mantelin tim mbi ty e ti u bane imi. Në një mënyrë të ngjashme shpirtërore, po reale, ky shikimi i Jezusit e ka vesh Pietrin edhe një herë me autoritetin e tij, me atë mision. Me fjalë të tjera, Pietri ka kuptuar se Jezusi është i njëjti si më përpara. Nuk ka kthy mendim për misionin që ja kishte dhënë më përpara. Pietër, ti je shkam, unë mbi ty do të ndërtoj kishën time. E imagjino si do të ishte si është duk Pietrit fjala shkam në atë moment, çfarë shkamit. Po Pietri, si më thanë, në shikimin e Jezusit është ripërtri edhe në memorien e vet, e pak më përpara Jezusi kishte thënë kur të kthehesh, ngushëlloj vëllezërit. Jezusi që e ka ditë se do ta tradhtoj, e Pietri e ka kuptuar në një mënyrë të veçantë në këtë moment. Shife sa e thellë është kjo, sa i thellë është ky moment. Çfarë do të ketë pësu Pietri? Me siguri një tronditje, një shkundje të vërtet. Kompuncio. Unë e kem përkthy me pikëllim, edhe pse nuk është përkthimi tamam i sakt, po duke qenë se me dashme përkthy sakt duhet me përdorni tokfjalshat nuk janë të rehatshëm. Në përfjali kam zgjedhur këtë pikëllim, por merr kuptimin e vet në kontekst. Çfarë do të thotë pikëllim? Në kuptimin e tij të mirëfill tregon një shpërim. Compuncio, një shpërim. Në kuptimin figurativ shpirtëror tregon një therrje të shpirtit, një plagë në zemër, shpreh një dhimbje të brendshme, një goditje të ndërgjegjes që e ndjen fort fajin dhe nevojën për pendim të thellë, që shprehet në keqardhje të sinqertë, pra një dhimbje e thellë e shoqëruar shpeshherë me lot pendimi, të cilat lot mund të shfaqen nga ana jashtme, por nuk do të thotë se nuk janë ashtu nga ana brendshme. Pra është një term i pasur bart shumë kuptim. Edhe kjo ka ndodhur me Pietrin, e kjo ka ndodhur edhe me fjalën e Pietrit, ai që i ka qenë një shpërum për atë shikimi e për asaj dashurie të Jezusit, tashti ky është i shpall, edhe me fjalën e tij ndodhi një njëjtë efekt në dëgjuesit e tij. Thot u tronditën. Për fjalës së Pietrit jo shpu shpirti, si themi ne edhe në gjuhën tonë, ma shpove shpirtin, ma coptove shpirtin, po në kuptimin pozitiv, sepse i ka shkund emocionalisht, afektivisht, për me bat aft, për me pa diçka që ma përpara se kishin pa. Me pa Krishtin. E në këtë mënyrë realizohen edhe premtimet mesianike që ishin ba që ishma përpara. Ko thote, atëherë do të zbraz mbi ju një ujë të pastër dhe do të pastroheni nga të gjitha ndërsitë tuaja, do t'ju pastroj nga të gjithë idhujt tuaj, do t'ju jap një zemër të re, një shpirt të ri do t'a fusë në ju, do të nxjerrë nga ju mishin, nga mbishi ju e zemër në gurt, e do t'ju jap një zemër mishi. Po edhe zbulesa thot, ja, po vjen, me re do t'a shohë çdo sy edhe ata që e shpuruan, dhe të gjitha fiset e tokës do të vajtojnë për shkak të tij. Po, amen, kështu do ndodh. Mi shpinë e Davidit e mi banorët e Jeruzalemit do të ndikoj shpirtin tim. Shpirtin e hirit e të lutjes, thot përkthimi ynë, për në fakta shpirtin e ngushëllimit.
E ata do të drejtojnë syt ka unë, do të ndikoj shpirtin tim të hirit e të ngushëllimit, e ata do të drejtojnë syt ka unë. E që do të ndodhi pas këti hiri, ngushëllimi, thot ata do të vajtojnë. Dhe me thanë një pendim, që nuk është çfarë do, po është një pendim përballë një mëshire të jashtëzakonshme të hyjtë. Ashtu si Pietri ka qa thekshëm se është përballë me dashurinë, me besnikrinë e Jezusit, ashtu është një vajtim që shkaktohet nga mëshira e Zotit. E për këtë arsye është një pikëllim i shejt që çon në kthim. Thot gjithnjë Mateu, atëherë do të duket në qiell biri njeriut, atë botë të gjitha fiset e dheut do të qajnë dhe do të shohin birin. Me pa birin nuk është një ngjarje e trishtueshme, faktikisht është një ngjarje e gëzueshme. Po kjo ngjarje ka edhe brenda pikëllimin, do të qajnë. Shife që ka nëllë me këtë eksperiencë të këti pikëllimi të shenjtë, apo të trishtimit të shenjtë. I shohim gjanat, si që thoshte Vatikani II, nën shikimin e hyjtë. Edhe marrim vendim për jetën tonë nën këtë shikim. Por pas një përvoje që e shkon dhe zemrën tonë. E kjo përvoje është pikërisht mëshira e Zotit, pikërisht në pabesnikrinë tonë, në mëkatet tona. Jo një mëshirë që tregohet e prek plagën tënde. Tani, ky trishtim i shenjtë, ose ky pikëllim, na fut në një dimension në atë të lumnisë ungjillit. Jo kujtoni ungjillin e Mateut ku thotë lum ata që qajnë, sepse do ngushëllohen. Dhe më thanë, është një përvojë që nuk është sporadike e personit, po pendohem pak për një mëkatimin. Po është një përvojë që fut shpirtin, esencën e ungjillit në jetën tonë. Lum ata që qajnë. Normalisht, kjo lumni nuk shterrohet vetëm në këtë aspekt të pendimit, por brenda e ka këtë. Lum ata që qajnë. Shife, se çfarë përvojet është, kënë pas mundësi me ba ato fatlum që keni gjutë fjallën e Pietrit, predikimin apostolik. Nëpërmjet asaj fjale, shpirti i shenjtë ka fut në to atë shpirtin e lumnive. E lumnit, normalisht, në këtë rast, është një lumni që ka lidhje me Lot. E do të ndale diçka për këtë. Thot, të kuptosh mëkatin, thot Papa Francesco, është një dhuratë e Zotit. Është një vepër e shpirtit shenjtë. Ashtu si Pietri ka përjetuar në atë moment kur Jezusi ka hedhur shikimin e vet. Pietri në ndikimin e kësaj në mëshire, në ndikimin e shpirtit të Zotit që ka depërtuar nëpërmjet shikimit të Pietrit, shikimit të Jezusit, ai ka njoftë mëkatin e vet. E është interesant kjo, se shpirti i shenjtë nuk vepron vetëm nëpërmjet fjalëve. Te Jezusi, shpirti i shenjtë ka vepruar edhe nëpërmjet shikimit të tij, nëpërmjet heshtjes së tij. E ma fort se me ken Jezusi ai që ka pa të zemra Pietrit, se Jezusi e ka njoftë Pietrin edhe më përpara. Në atë moment ku Pietri e ka pa Jezusi e ka pa Pietrin, Pietri ka pa zemrën e Jezusit, ka pa zemrën e Zotit. E për këtë arsye, kjo përvojë e pikëllimit të shenjtë është një dhuratë prej Zotit. Thot Papa, në këtë mënyrë vërejmë mrekullinë e trishtimit. Mrekullinë e trishtimit. Të trishtimit të mirë, që çon tek ëmbëlsia. Pikëllimi nuk është fryt i punës sonë, por është një hir dhe si i tillë duhet të kërkohet. Davidi në Psalmin 51 ku thot, jepja sheptorit tanë një zemër të pendume, të cuptume. Është pikërisht të kërkuar këtë zemër. Është të kërkosh të ndjesh dhimbje me Krishtin e braktisur, mundim me Krishtin e munduar, lot pikëllim të thellë për pikëllimin e madh që Krishti ka vuajtur për mua.
Është interesant me pa se çfarë vëmendit I kanë kushtu edhe etnit e Shkretirës, etnit e Kisë, përvojës së lotëve. Thot Isaku Sirian, I cili ka jetuar në shekullin e 7. Ai që njeh mëkatet e veta është më I madh se ai që ringjall të vdekurit me anë të lutjes. Ai që çan veten për 1 orë është më I madh se ai që mëson gjithë universin. Në fakt ky ka thënë për 1 orë. Një atë tjetër thotë që një pikë lot është e aftë për me shu një mangall, një përshore me faje, vetëm një pikë. Ai që e njeh dobësinë e vet është më I madh se ai që sheh engjëjt. Edhe përsëri, kur çan me pendim, mendimet e tua janë rrugës së jetës së amshuar. Shifet që thotë shenjërinimi në lidhje me këtë lot. Lot I përvujt I zemrës, ti je mbret. Në fakt, gjuhët latinja, italishtja kanë se regjina, po në shqip me burzohet loti. Po mirë është, sepse kemi në ndjesin tonë, në botë kuptimin tonë, që burrat nuk duhet me qanë, është mirë që të shohim edhe këtë përvojt të lotit. Madje thot Francisku, Papa Francisku, në nivelin biologjik, fëmijët qajnë, e sa ma tepër rriten, as ma pak qajnë. Në nivelin shpirtëror thot ndodhet kundërta. Sa ma tepër rritemi në Zotin, as ma I pranishëm bëhet loti në ne. Thot, ti je mbret, je I gjithëposhtetshëm, e ka fjalën për lotin. Nuk I druhesh selisë së gjykatësit. Bën të heshtin akuzuesit e tu. Nuk e ka më problem për fajet. Asgjë nuk e ndal, ke hyrje në fronin e hirit dhe nuk largohesh kur duar bosh. Dhe mundimi që I shkakton djallit është më I tmerrshëm se sa vetë dhimbja e ferrit. Siç e thot tani. Ti triumfon mbi të pamposhturin me të madhe, se ka fjalën për gjithëposhtetshmin për hyn. Ti lot triumfon mbi të gjithëposhtetshmin. E lidh atë dhe detyron të plotfuqishmin. Çfarë, do të thonë, loti që e lidh hyn, e lidh të plotfuqishmin. Thot, ai s'përmbahet dot para shpirtit që çon në lutje. Zoti. Lutja është një vaj që e përgadit atë hyn për të përgjigjur. E lotët janë shigjet që ja plagosin zemrën dhe e detyron atë të veprojë. Çfarë terma që kanë fuqi brand, e lidh, e detyron, e mposht, pra loti. Po kemi nevojë të bëjmë një dallim të këto lotë, se jo të gjitha lotë janë të shenjta. Papa edhe Shën Pali Apostull thoshte, trishtimi sipas hyjt prodhon kthimin që sjell shërbim e nuk tërhiqet më mrapa, kurse trishtimi sipas shekullit sjell vdekje. Pra ka një trishtim që është trishtimi I shenjt, por ka edhe një trishtim që sjell vdekje. Thot Papa, pikëllimi I zemrës fetare, I cili nuk është një ndjenjë faj, se ndjenja faj ka ato, ndjenja fajt nuk çon pendim, ndjenja fajt është një ndjenjë toksike që të mbyt, por nuk është të çon me njoft Zotin apo me njoft vetën ndryshe. Nuk është një ndjenjë fajt që në rrezon, nuk është një skrupull që paralizon, por një shporim I dobishëm që djeg nga brenda dhe shëron. Ky pikëllim, madje një nga etrit e kishës, të s'po më kujtohet emri, thot, ky pikëllimi është si një zjarr që merr fuqishëm vrull në ferrat e brendshme tonat. Se më thanë, është si një flak, si një zjarr që merr në ne, po merr pikërisht në katet tona, jo në diçka tjetër. Pse I djeg ato. E bëhet e fuqishme, pse ka ferra boll. Nuk është një skrupull pra. Nuk bëhet fjalë për të qarë mbi vetveten, siç tundohemi të bëjmë shpeshherë. Përkundrazi, të kesh lot pikëllimi, do të thotë të pendohesh seriozisht se ke trishtu hyn për mëkat. E ndjenja e hyjt I ka edhe disa pohimet vetë, ndjenja e fajt I ka do pohimet veta që unë kam sjellë në 2-3, po ka
plot të tjera. Ndjenja e fajit, nuk jam person i mirë. Është genevatike dhe nuk mund të ndreq më, nuk e meritoj të jemi lumtur pas asaj që kam bërë. Njerëzit nuk do të më falin kurrë. Duhet të ndëshkoj veten për këtë. Nëse do të kisha vepruar ndryshe, gjithçka do të ishte më mirë. Jem një barë për të tjerët. Nuk mund t'ja fal vetes këtë gabim e shumë gjëra tjera që janë një vajtim pa fryt sipas botës e nuk sjell as një njohje të hyjt, as një përmirësim personal. Ashtë si me kënë të nej para një plake varrit. Vetë jote si plaka varrit, ku shkon e kjan aty, edhe i çon një tuf lulesh plastike aty me të gjitha këto pohimit që i ban ndjenja e fajit. Po ndjenja e fajit mund të jetë diçka dhe më thellë edhe në lidhje me pritshmëritë që kemi pas, po që s'janë realizu, për mungesin e kuptimit nga ana të tjerëve, për faktin se s'kemi marrë ato që mendojmë se kemi merituar. Janë të gjitha pjesë e asaj ndjenjes së fajit, por që faktikisht nuk çon në një kthim. Po përveç kësaj, është edhe një eksperiencë tjetër që këtu duhet bëjmë kujdes, në lidhje me marrëdhënien që kemi ne me mëkatin tonë. Sepse kur njeriu bie në mëkat, djadhi, shpirtët e këqij janë si ato kurbat që i vërtiten rrotull kufomës, me shku me grabit. Edhe ç'a bën djadhi kur personi ka mëkatnu? Ai shkon edhe e sulmon në format nga më të ndryshme që njeriu të sharrojë, të dëshpërohet në mëkatin e vet. E disa prej mënyrave janë këto që i kam renditur edhe aty, nuk janë të vetmet faktikisht. Fajti i pruar dhe dëshpërimi i ambush mend një njeriu se mëkati i tij është aq i madh sa nuk falet. E kjo çon në humbjen e shpresës dhe në largim nga Zoti. Vetdënimi dhe ndjenja e pavlefshmërisë. Këtu ka dinamikë shumë interesante për ato që me të vërtetë e njohin botën e brendshme të njeriu, se çfarë mekanizmi veçkatrues nga një herë përftohet e krijohet në ne për një marrëdhënie jo të duhur me mëkatin tonë. I shtyn njerëzit të besojnë se nuk kanë më vlerë ose se nuk janë të denjë për mëshirën e Zotit, duke i izolu shpirtnisht. Shtyrja e pendimit nxit idenë se ka kohë për të penduar më vonë, duke lënë njeriu të vazhdojë në mëkat. E këtu është e keqe sepse nuk ka çështje vetëm në mëkatit, por krijohet një gjendje mëkatit, edhe kjo është marrë se thjesht ndonjë mëkat. Justifikimi i mëkatit e bën njeriu të mendojë se ajo që bëri nuk ishte edhe aq e keqe, sot ka plot oksigjenash. Ai libri vepra e Dostojevskit, Krimi dhe Dëshkim, është shumë interesant nga kur me kush e ka lexuar e kupton se çka ka brenda. Mëkatet e tjera për të shuar dhimbjen. Thot, shkrimi shet, humnera thot humnerën. Shtyn njeriu të gjejë ngushëllim në mëkate të tjera për të harruar fajin, për të harruar dhimbjen. Edhe e fut në këtë mënyrë në rreth vicioz. Largimi nga lutja edhe nga fjala e Zotit vën në shpirtin e personit një ndrojtje, një turp që nuk është i shëndetshëm. Papa Francesco fliste për turpin e shenjtë. Turpin e shenjtë që të kthen. Por kjo është një turp që vjen prej kjo flargut. Duhet me pas kujdes sepse mundet me keni njëjta përvojë, por mënyra se si ti e ças merr, do të thënë mund me keni turp, mund me keni turp i shenjtë, mund me keni turp që të mposhtë. Mund me keni trishtim që të bashkon me hyjin e të jep gëzim e ëmbëlsi, por mund me keni trishtim të çyt fundos. Ndikimi përmes të tjerëve, përdor njerëz ose rrethana për ta larguar nga pendesa. Tani, thot Papa, pikëthimi nuk shkakton ankth, por e lehtëson shpirtin nga barret sepse vepron në plagën e mëkatit, duke e përgatitur për me marrë pikërisht aty për gdheljen e hyjt. Është një tekst i zbulesës që me gjuhën e vet sjell pikërisht këtë që thot Papa, një pikëllim që të bën për me përjetua për gdheljen, amëlsinë e hyjt. Thot libri i zbulesës. Zëri që dëgjova nga qielli, foli rishtas me mua më tha: "Shko merr librin e hapur."
u afrova e luta engjëllin të më jap librin, ai më dha. E më tha, merre dhe haje, barkun do ta hidhroj, por në gojën tënde t'ju t'jetë i ëmbël si mjalti. E mora librin nga dora e engjëllit, pra fjala që vjen nga Zoti, dhe për gojën time ishte ëmbël si mjalti, por brenda ishte hist. E kjo është efekti që ka fjala e Zotit. Është njëkohësisht e hist kur bjen në ne, sikur ka ra këtu në zemrën e Pjetrit apo në zemrën e këtyre dëgjuesve, kur bjen në brendsinë tonë, krijon edhe aftësinë, hidhësinë që ka fakti që ne përballet me realitetin tonë ashtu si është, i pasbukuruar. Por nga ana tjetër, veprimi i Zotit është gjithmonë i shoqëruar me një shpresë, i shoqëruar me një gëzim, i shoqëruar me një përgdhelje, si thot Papa. Papa si pëlqen shumë kjo fjala përgdhelje. Problemi është kur ne i ndajmë gëzimin veti edhe hidhrimin veti. E gjithmonë këtu, kur ndahen, aty ka problem. Pse kur ndahet hidhrimi ose pikëllimi nga gëzimi, aty përfundojmë durët e të keqit. Por edhe kur merremi vetëm me ëmbëlsinë, me mjaltin, aty jemi në eksperienca që nuk kanë themel. Do ju sjell një përvojë të Shën Franceskut, me që jemi në familjen e tij, që i tregon këto dy aspekte. Një ditë, thotë, i mbushur me admirim për mëshirën e Zotit, për të gjitha të mirat që ishin dhënë, para mëshirës së Zotit. Duke dëshiruar që Zoti të tregonte se çfarë do të ndodhte me jetën e tij dhe të vëllezërve të tij, ai u tërhoq, siç bënte shpeshherë në një vend të përshtatshëm për lutje. Qëndroi atje për një kohë të gjatë, duke u lutur me frikë dhe duke u dridhur përpara sunduesit të mbardhëut. Duke menduar me hidhërim për vitet që kishte kaluar ndër gabime dhe duke përsëritur, o Zot, ke dhënë për mua mëkatnorin. Pak nga pak ndjeu se në thellësinë e zemrës së tij po vërshohej nga një gëzim i patregueshëm dhe një ëmbëlsi e pamas. Atëherë filloi të dilte nga vetja, ankthi dhe errësira që ishin mbledhur në shpirt nga Afrika e mëkatit u zhduken. Ja si ka bën një përvojë me atë që thot libri i zbulesës, me fjalën që është edhe e ëmbël si mjalta, por edhe jeshtë. Edhe Francesco ka bën përvojën me illësinë e mëkateve të veta, por edhe përvojë me ëmbëlsinë e faljes. Interesant është fakti që në traditat e lashta egjiptiane apo edhe në popujt e lashtë të Evropës, mjalti është përdorur nganjëherë i përzihem me disa barishte, pikërisht për me debuar shpirtrat e këqij. Ne s'na intereson si praktik, por nga ana kuptimi shpirtëror ne kemi nevojë për këtë përgdheljen, për këtë mjaltin që vjen prej fjalës së Zotit. Se nëse se kemi këtë mjalt, përfundojmë durët e të keqit. Tashti edhe diçka këtu. Fjala e Zotit kur na flet, na bën me bën një herazi si kemi pa drejtash, edhe me citimin që kam sjell, dy përvoja në një moment të vetëm, atë të vërtetësisë edhe të mëshirës. Nuk ka ky raport ndërmjet vërtetës edhe mëshirës, shpeshherë është i vështirë edhe për mendimtar, për teolog, për me gjetë një ekuilibër të duhur. Faktikisht, në mënyrë shumë të thjeshtë, kur fjala e Zotit vepron, i ka mërën të dyja. Edhe ky pikëllimi për cilin kemi fol, i ka mërën të dyja dimensionet, që ne kemi shtihemi më bashkë. Zoti është i mëshirshëm, po është edhe drejtësia, duhet me kenë edhe vërtetë me shkon vend. Ose Zoti, nëse është, si mund me kenë Zoti i mëshirshëm nëse është i drejtë? Po. Me këtë pikëllim të shajt, Zoti i ka njësuar të dyja dimensionet, atë të vërtetës edhe të mëshirës. Seriu bën përvojë me pikëllimin e shajt, sepse përballet me të vërtetën e jetës së vet. Por një herazi në të njëjtin veprim, ai bën përvojë edhe me mëshirën e hyjt. Kështu janë të dyja bashkë. Të gjitha ato citime që i thash më përpara thoshin, do të zbraz mbi ju shpirtin e ngushëllimit e do të vajtoni. Si ka mundësi një shpirt ngushëllimi që të bën me vajtu? Po është një shpirt ngushëllimi që ty të bën me pa se kush je. Pra ka edhe të vërtetën brenda. E thot Ratzinger, disa teolog të kohëve të fundit janë të mendimit se zjarri që djeg dhe në të njëjtën kohë shpëton është vetë Krishti, gjykatësi dhe shpëtimtari.
Pra, në këtë moment ku Pietri ka kënë të folë, të predikua, është kënë një gjykim mbi botën, sepse si që thotë Shëngjoni, kur të vi Shpirti i Shenjtë do të bindë për mëkatin, do të bindë për padrejtësinë, do të bindë. E ka gjyku botën në atë moment, me të vërtetën, se jo ka thënë se kushini, se jo ka thënë ma përpara, ju që këtë Krisht, këtë Jezus e keni vra, hyje bërë i Zotë e Mesi. Ju e ka thënë vërtetën, por nuk është keni vërtet që ata i ka shkatru. Por pas e keni këtë fjalë, ato e keni zemrën të tërhequn për mja afru pikërisht atij që e kanë kryqëzu. E thot Papa Ratzinger, takimi me të është akti vendimtar i gjykimit. Parashikimit e tij shkrihet çdo falsitet. Është takimi me të ai që duke na djegur na shndërron. Edhe një aspekt të fundit, edhe e mbyllim. Teksti që kemi zgjedhur si referencë thotë çfarë duhet të bëjmë ne o vëllezër. Është që kanë me këtë përvojë të pikëllimit të shenjtë. Çfarë duhet të bëjmë ne o vëllezër? Ma përpara kishin thënë se ato janë të dejon në pikë sabahit me musht. Tani nuk janë ma ata që janë të dehun, por janë vëllezër. Si çfarë kthimi të kur njeriu bën përvojë me fjalën e Zotit. Tani zemra e pikëlluar nuk gjykon, e thot Papa Francesku diçka shumë bukur. Një zemër e aftë për të pikëlluar mund të rritet në vëllazëri dhe solidaritet. Ai që pendohet thellë në zemrën e vet, ndihet më shumë si vëlla i të gjithë mëkatarëve. Pa shfaqur epërsi apo ashpërsi në gjykim. Ky solidaritet i përftuar nga pikëllimi e bën të mundur njëkohësisht edhe pajtimin. Personi i aftë për të pikëlluar, pa u zemëruar e pa u shkandulluar nga keqja e kryer nga vëllezërit, qanë për mëkatet e tyre, ja, një dimension tjetër e këtij pikëllimi të shenjtë. Nuk qanë vetëm për vetveten, por është në gjendje me qa edhe për mëkatet e tjerëve, pa i gjyku. Nuk shkandullohet. Ndodh një lloj përmbysjeje ku prirja e natyrshme për ta shfaqsuar vetveten e për të qenë të sertë me të tjerët, kthehet mbrapsht dhe me hijen e hyjt njeriu bëhet më i vendosur ndaj vetvetes, në kuptimin që nuk toleron dhe bëhet më i mëshirshëm me të tjerët. Faktikisht. Pse Zoti është i shenjtë? E pse Zoti është i mëshirshëm? Si ka mundësi që në shenjtrinë e tij qëndron edhe mëshira? Është kjo. Sa më i shenjtë je, aq më i mëshirshëm je. Sa më të pa shenjtë jemi, aq më shumë gjykojmë. Edhe justifikojmë mëshirën e gjykimin ton, kuptimin që s'po respektohet vlera, s'po bëni këtë ligj, është një shpirt që ka nevojë më rrit. Tani një zemër thotë Papa Gjon Paul II. Mëshira ka formën e brendshme të dashurisë, që në beslinë e re quhet agape. Një dashuri e tillë është e aftë të përkulet mbi çdo bir plankprishës, mbi çdo mjerim njerëzor. E është e mirë që të kuptojmë fjalët ashtu si thuhen, primësimit e kishës. Mbi çdo mjerim njerëzor, nuk ka pika. To pika t'ja shtojmë ne nganjëherë. Zoti është mëshirshëm, por jo për këtë, jo për atë, jo për këtë grup njerëzish, jo për këto e jo për ata. Thot, është e aftë me u përkul mbi çdo mjerim njerëzor. Mbetet personit pastaj mu kthye mos mu kthye është puna tyne. Mbi të gjitha, mbi çdo mjerim moral, mbi mëkatin. E kur kjo gjë ndodh, ai është objekti i mëshirës e nuk njihet i poshtëruar. Ja, një aspekt tjetër i pikëllimit, nuk njihet i poshtëruar, por i rigjetur, i rivlerësuar. Është interesant një histori edhe me këtë mbylli, që tregohet në librin e jetës së Shën Pelagjas. Tregohet aty se i peshvi nono, pasi mërritin e Antioki, kur ishim mbledhur për një sinod, sheh rrugës prostitutën tërheqëse Pelagja, të zhveshur në kuptimin distinta, nuk ishte e veshur si duhet, ishte prostitut. Dhe stolisur plotësisht. Ndërsa i peshvit e tjerë largojnë shikimin.
po ta kishte bërë Jezusi me Pietrin këtë gjë, çfarë do të kishte ndodhur me Pietrin. Ndërsa bashkëvëllezërit e tjerë e largojnë shikimin duke e dënuar për brenda, Nono, ky i peshkë, mbetet me shikimin e ngulitur mbi të, ashtu si Jezusi. Nga një mendim i fortë, pasi ka hyrë në dhomën e vet, thot ulshua për tokë me fytyrë për dhe duke rrahur gjoksin qau me lot, duke thënë o Zot Jezu Krisht, ma fal mua mëkatarin e të padajnin, sepse stolisja një prostitute te kalon zbukurimin e shpirtit tim. Shefe, pikëllimi që është i aftë për me pa diçka të mirë të tjerë, madje me e konsideru vetin ma poshtë të tjerët. E me çfarë fytyre kam unë me dalë para teje, thot Nono. Në fakt ma përpara se të bënte këtë lutje, o kishte thënë aty në që ishte me to. Kjo grua harxhon shumë kohë dhe përpjekje për të kënaqur burrat në këtë jetë. Ndërsa ne nuk bëjmë as gjysmën e kësaj për të kënaqur hyn. Mirë, po këto fjalë që kishte thënë Nono, e kishin prek thellë Pelagjën, prostitut. E ç'a bën ajo më pas? Shkoi fshehtazi në kish dhe dëgjoi predikimin e i peshvit, ku ai foli për gjykimin, mëshirën dhe shpëtimin. E prekur edhe ajo deri me lot. Ja, zemrat që janë prekura realisht arrin për me prek edhe zemra të tjera. Ajo vendosi ta ndryshonte rëndësisht jetën e saj. Pelagja u pegzua, edhe gjithë pasurinë e saj për të ndihmuar të varfrit, ka shkuar vesh si burr e ka jetuar në Jeruzalem, edhe e ke njohur për Murg Pelagji, se s'ka dashur po njoh si gru. Është një njëjti përfundim, me atë që përfundon edhe kjo pjesë e veprave të apostujve. Mas shpalljes, së kerigmes, së mëshirës së hyt, ato janë trondit në zemër, janë kthy, janë pagzu. E ashtu ka bërë dhe Pelagja. Nëse doni, po bëjmë vetëm pak lutje. Ju kisha lutë që tini të përqëndrum, sidomos tek kjo përvojë e shikimit të Zotit. Shënjë Ignaci Antiokhis, kur fliste për meditimin, thoshte është mirë, duhet, që me imagjinatën tonë ta krijojmë skenën, sikur t'ishe ti, në atë moment kur Jezusi ka kalu. Në këtë rast, imagjinoje veten sikur je në vendin e Pietrit. E Jezusi kalon afër teje, e ta hedh shikimin e vet ty. E nëse zemra jote të padit, të çorton, të mbyt, për ndonjë faj që si i Zoti me përballuma, lënë këtë shikim të Jezusit ta shpërojnë zemrën tënde me mëshirën e Tij. Lejoje shikimin e Jezusit të thotë se unë të dua prap. Unë të veshi prap me një mision. Unë të jap prap identitetin tem, atë që njerëzit shpeshherë nuk arrin me ta dhanë. Unë jam në gjendje për me të fut në gëzimin tem. Ashtu si Ati i mëshirshëm e kishte fut djalin e humbun në gëzimin e vet, duke i vesh me vetveten. Zoti është i aftë me të vesh me identitetin që të përket. Edhe nëse njerëzit nuk ta japin. Por edhe nëse nuk e ndjen veten ndonjë mëkatënor të madh, lejoje shikimin e Zotit të thotë se unë ty të dua. E Zoti e ka hedhë këtë shikim mbi çdo njërin prej nesh. Eja, o Zot Jezus, me shpirtin tënd. Eja, depërton zemrat tona, ashtu si ki depërtuan zemrat aty në që e keni dëgjuar fjalën e Pietrit. Je i njëjti shpirt, është i njëjta fjalë, është i njëjti Jezus. Kem nevojë që të depërtosh me fuqinë e dritës sate, me fuqinë e zjarrit tënd në zemrën tonë. Eja mbi ne. Eja o shpirt i shenjtë me zjarrin e pendimit të shenjtë, të trishtimit të shenjtë, ku e shohin vetveten me sytë të vërtetës, pa e zbukuru. Por pikërisht aty bëjmë përvojë me mëshirën tënde.
Eja. Eja shpirti i Zotit mbi ne. Eja mbi ndërgjegjet tona. Eja mbi zemrat tona që ta njohim veten. E në shikimin e hyjt të njohim e të vendosim për vetveten. Të krijojmë marrëdhënie të reja me të tjerët. Të shohim gjanat ndrysh marrëdhënien me ty, ndrysh marrëdhënien me familjarët tanë, ndrysh marrëdhënien me të gjithë njerëzit me cilët kemi të bëjmë. Hiqe prej nesh çarjen mbi vetveten, por na bën të çajmë mëkatet tona. Që të jemi njerëz që e përcjellin mëshirën, e të vërtetën edhe të tjerët. Eja prek i zemrat tona, prek e shpirtin tem, prek e mendjen teme, prek e mendjen e çdo njanit prej nesh, ma atë shporimin tënd, o Zot, ma atë fjalën tënde të dashnisë, që ngrit gjithmonë në çdo situatë ku jemi e ku gjendemi. Ajo fjala jote ngrit, ashtu si e ka ngrit Pietrin, ashtu në ngrit. Ngriti zemrat tona. Ngriti në nivelin e lumnisë. Në ngrit. Në bën të jemi vërtet për para të jetë. Mirë, atëherë bajnë një shkëputje, një pushim, një qerekor, një rigjeneruar, oksigenuar mendje, me ba 2 hap, me devizë. Atje keni, kush ka nevoj ka uj, banjë janë atje sipër të obor, e mas një qerekor refinojnë momentin e dytë.